eventualisht shkuar në zgjedhje bashkë me një narrativ të një fushate të ardhshme që mund të pasojë deri ka fundi i dhjetorit. Nëse kthehemi këto 2 javë që i kemi kalu, pra prej kur presidentja e mandatoi edhe njëherë Konjufcen për me pretendu me ndërtu qeverinë, nuk kemi po asnjë tentativë serioze në teren për me pretendu me mri me kriju një shumicë parlamentare për me ardhur deri te krijimi i qeverisë Konjufcani. Pa nuk ka pas as takime, madje s'ka pas as ftesë për takime, madje qysh në ditën kur Albin Kurti ka nominu zotin Konjufca, ai atë ditë ka treguar që s'ka marrëveshje me këto parti politike. Domethënë thjesht vetëm i kemi humb 2 javë kohë, tu lidhe dhe me pjesët tjera, domethënë këto që po lidhen me buxhetin, marrëveshjet ndërkombëtare gjitha këto. Pra veç që thjesht i kemi humb 2 javë kohë sepse këtë çka po shihet është e pamundshme me pas një qeveri Konjufca. Ju thoni që nesër nuk ka vot për Konjufcën as LDK as PDK as. Ata e kanë deklaruar publikisht edhe PDK, edhe LDK, edhe AK, edhe Nisma e kanë deklaruar publikisht votën e tyre që është kundër. Ata kanë ndodhur diçka ka fundi. Po s'ka tentativë, domethënë nuk ka as tentativë se po të kish pas në një takim zyrtar ose jo zyrtar që ish kap dikun prej mediave në përqoshet Prishtinës, në një farë mënyrë ish marrë vesh, po nuk ka as takime të tilla, po s'ka pas as ftesë serioze, nuk ka pas për me emërime me bënë qeverisë. Për ndryshe, kjo qeveri është dash më ul njerëzin tavolinë, me diskutu, me bënë një marrëveshje qoftë për 3 ose për 4 muaj, më u mor vesh cilat janë temat që kanë mu trajtuar këta muaj për me emërime ardhi tek zgjedhjet e parakohshme në pranverë, po nuk ka pas tentativë serioze. Thjesht kjo çka u bë vetëm për me i konsumuar 2 javë, me i shty zgjedhjet kohën kur këtyne ju ka konvenu, mes me u shpoll zgjedhjet para mbajtjes së ballotazhit, edhe thjesht me gjet këto kohë një fajtor që kur shkojnë vendin në zgjedhjet jashtëzakonisht të parakohshëm, vetë vendosja me pas kënd me sulmu dhe kënd me fajsu, sepse vendi po shkon zgjedhjet dhe pse vendi nuk e ka një qeveri. Një qeveri nesër apo një zyrtarizim për shkuar në zgjedhje se reagove i pari, nuk e kisha ndërmend të jap fjalën ty Blerim, ishte ndërmend të flas me zënën pranverë, ama ti reagove diçka duket që ke ndonjë informacion. Ose s'ke informacion, pse reagove? Sepse mediat e kishin kap dikun se s'po kam punë tjetër mediat vish me shku me ngajt me kom po takohen ata që mi qitë fotografia. Është mund tjetë kështu qasje interesante kësa shka dha kolege. O kjo që reagoj Blerimi nuk do të thotë që ti e ke drejtën të reagosh. Gjithsesi, në bazë teorisë gjasave më shumë kemi zyrtarizim të zgjedhjeve se sa që mund të kemi kapacitet të asaj që mund më qujtë bashkëpunim me spektrit politik për me kriju një shumicë qeverisë apo një qeveri nesër. Kështu që nesër mendoj që në qose nuk mendoj që do të ketë befasira ashtu si herën e fundit e moment kur pati Albini me krah për krah me atë deputetën e Grajincën. Nuk mendoj që mo ka kapacitete politike për mendojt asi befasira. Pse nuk mendon që ka? Se nuk është interesuar vetëvendosja apo çfarë? Jo, vetëvendosja është gjithsesi interesuar, por ka një barikadim politik edhe shtëngim të radheve. Këtër nuk mendoj që ka me pasë ta qënë kështu kushtemisht pirje të duhanit tinza nga deputetet nga radhët e ish opozitës, ta s'pëdim që shme qujtë, nga PDK, LDK dhe AK, Nisma. Ata ish opozita përdojnë pushtet i ardhshëm. Mund të quash edhe kështu? Po, tash... Gash apo jo? Dhe pushtet i ardhshëm. Tash pragi fushatës shka shpiket, po nuk konsideroj që në analizë nuk del që kanë kapacitetas edhe bashkë pra ti pret që shkohet zgjedhje. Unë pret që shkohet gjithsesi. Pranvera, ti çfarë pret nesër? Për fat keq kushtim po shihet që po shkojmë drejt zgjedhjeve, edhe këto inatet edhe që po na përcjellin që prej 9 shkurtit, askush nuk po lëshon pe. Dikush e ka fajin ma shumë, dikush ma pak, po pak si fajtor janë gjithë, për arsye se as nuk po dojnë ish opozita me bo qeveri, edhe pse as ish opozita s'po dojnë vetë me bo qeveri. Edhe qeveria që është në detyr, apo vetëvendosja që i bjen faktikisht me kriju, pak ma herët bilem mu tregu edhe po është edhe njerë një insert se ku thot vetë me një fjalim zoti Kurti, kur ishte fjallat e konstituimi i kuvendit, në qoftë se nuk konstituohet kuvendi, janë fajtor gjithë, se gjithë janë përgjegjës për konstituim të kuvendit, por në qoftë se nuk krijohet qeveria, atëre ekskluzivisht e ka fajin vetëvendosja. E thotë se vetë
zoti Kurti. Kështu që po shihet që nuk ka, bile kanë fillu gjithë mu përgatit kushtrim edhe për zgjedhje.